Adnan Gëzim Mahmuti, një emër i njohur tashmë në dosjet e organeve ligjzbatuese shqiptare, vijon të sfidoj hapur ligjin dhe shtetin. Pronari i platformës famkeqe Tibo, i njohur edhe me epitetin Horri i platformës, ka njësër procedimesh penale dhe kallëzime në prokurori, por vazhdon të jetë i lirë duke kryer aktivitete kriminale të përmasave të mëdha financiare. Faktet janë tronditëse dhe flasin qartë. Më 28 korrik 2023, Prokuroria e Tiranës urdhëroi sekuestrimin e kompanisë Tibo, pasi Mahmuti, përmes një skeme mashtrimi, përvecoi 2.2 milion euro nga shtetësia Mirlinda Hejdorn. Ai e gënjeu duke pretenduar se shuma do përdori për vazhdimin e një kontrate me autoritetet italiane, por paratë përfunduan në llogaritë e kompanisë Megaware me garanci asetet e kompanive Tibo Communication dhe Tibo Al. Në vijim, Autoriteti i Mediave Audiovizive AMA, më 11 dhjetor 2023, i hoqi licencën platformës Tibo dhe e gjobiti me 20.000 euro për pirateri dhe vjedhje të transmetimeve të kampionateve të njohura si Premier League, Bundesliga, Ligue 1 dhe Kupa e Italisë, të drejtat e të cilave zotrohen ligjërisht nga Digital. E megjithatë Mahmuti nuk u ndal. Më 13 janar 2024 ai u arrestua nga policia e Tiranës pasi vazhdonte aktivitetin e shitjes së dekoderave të kanaleve televizive pa licencë dhe me transmetime pirate, pavarësisht se kompania ishte tashmë nën sekuestro. Aktualisht, sipas agjensive ndërkombëtare të antikrimit dhe antimafias, Mahmuti vijon aktivitetin e tij kriminal me pastrim parash, duke përdorur skema komplekse me transferta fiktive nëpërmjet 6 kompanive fantazëm. Aktivitetet e tij përfshin trafiqe, kontrata fajdesh, shitje fiktive aksionesh dhe pasurish përmes kompanive të tij Tibo, 88 International, Tibo Al, Tibo N, Tibo Media dhe Tibo Communication. Pamfleti ka zbuluar dhe publikuar disa herë dokumente që tregojnë se Mahmuti ka përfituar miliona lek fonde publike nëpërmjet Komitetit Olimpik Shqiptar dhe marrëveshjeve të dyshimta me Fidel Yllin. Shembull i qartë janë 952.000 euro të destinuara për transmetimin e aktiviteteve sportive në shkolla, të cilat nuk u realizuan kurrë, por parat u përvetësuan. Autoritetet shqiptare dhe SPAK kanë në dispozicion prova të shumta për aktivitetet e paligjshme të Adnan Mahmutit, përfshirë edhe përfshirjen e tij në sektorin e ndërtimeve dhe fondacioneve jo bankare që përdoren për skema mashtrimi dhe zhvatje. Një tjetër pistë hetimore është ajo e lidhjes së tij me shtetasin italian Paolo Rubin, 56 vjeçar nga Kavarcere, Venecia, aktualisht banues në një nga kullat më luksoze të rrugës së Kavajës. Hetimet duhet të thellohen për të zbardhur plotësisht rrjetin kriminal që ka sfiduar deri tani hapur shtetin dhe ligjin shqiptar.